Me emrin e Allahut të mëshiruesit, mëshirbërësit. Jemi në emisionin Në prag të iftarit, program i realizuar në bashkëpunim mes Radiovatit dhe Miftinisë së Shkupit. Ky emision transmetohet në valët e Radiovatit si dhe në kanalin zyrtar TV Miftinia. Në këtë program trajtojmë tema të ndryshme nga jeta e pejgamberëve. Sonte, bashkë me mua në studio, për ta zbukuruar edhe më shumë këtë muaj të bekuar të Ramazanit, është hoxha ynë i nderuar Sadush Efendi Tahiri, me të cilin do të bashkë bisedojmë rreth Musait alayhis salam. I nderuar hoxh, mirë se na erdhët. Mirë se ju gjeta, ju faleminderit shumë për ftesën. Allah shpërbleft që pranuat jeni disa momente bashkë me ne. Hoxh i nderuar, ku qëndron në rëndësia e rrëfimit për Musain alayhis salam. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Fillimisht përgëzojmë të gjithë besimtarët për këtë muaj kaq të bekuar. Lutim Allahun fuqiplot që të gjitha adhurimet të jenë të pranuara dhe Allahu të e bëjë që fundi të jetë me një aromë të veçantë. Fillimisht duhet të flasim aq më shumë për rëndësinë e pejgamberëve të Allahut fuqiplot, por në veçanti se çdo pejgamber i Allahut ka një veçanti të veçantë dhe çdo rrëfim pejgamberik e ndryshon edhe jetën tonë. Besimtarët është mirë që edhe ta lexojnë, por donjëherë edhe ta meditojnë se rrëfimi për çdo pejgamber e bën edhe ndryshimin në jetë. Rëndësia për të folur për pejgamberët e Allahut fuqiplot është shumë dimensionale. Pra çdo pejgamber nuk ka një dimension të vetëm, por janë shumë dimensional. Dhe për çudi, çdo pejgamber i Allahut sikur e ka edhe jetën tonë. Musa alayhis salam është ndër pejgamberët edhe e vetëm më i përmenduri në Kur'anin famullar. Edhe më shumë se pejgamberi ynë Muhammed alayhis salam, mbi 80 e sa herë. Pejgamberi ynë ndoshta është përmendur më pak. Dhe tani duhet kuptuar se përse ky pejgamberi i Zotit zë vend të veçantë në jetën e njerëzve, sidomos pse Allahu fuqiplot e përmendi, për arsye se ishte i vetmi pejgamber i cili u ballafaqua me shumë sfida, të cilat i tejkaloi të gjitha me sukses. E njëjta ndodh në jetën tonë të përditshme. Ato që Musa alayhis salam e përjetoi nuk është as pak e pa mohueshme që edhe ne të përjetojmë. Dhe këtu qëndron bukuria e Musait alayhis salam, fëmiria e tij, rinia e tij, pranimi i shpalljes, ballafaqimi me faraonin, hedhja e tij në lum, ballafaqimi po gjitha sfidat që ishin në jetë, ai te kaloi. Dhe në bërthamën e këtij pejgamberi qëndron ato që ne sot duhet kuptuar, kaderi i Zotit. Dhe që në fund del se çdo send është e lumturisë, çdo send është kënaqësi. Asgjë nuk qenka kundër njeriut, por gjithçka qenka vetëm me njeriu. Pra jeta e pejgamberëve të Zotit është edhe jeta jonë. Kur themi pejgamberët e Allahut kanë jetën shumë dimensionale, kjo është ajo thelbi apo bërthama që duhet kuptuar mirë, sidomos në Ramazan, ku neve Ramazani edhe na ndryshon, por edhe pejgamberët e Allahut në jetën tonë e bën një ndryshim aq të veçantë dhe aq të bukur. Musa alayhis salam, përveç se është një bukuri kuranore, ai del edhe si një margaritar pra në jetën tonë. Kaderi i Allahut zbatohet përmes tij dhe dal ngadal vjen në jetën tonë të përditshme. Ne do ta imagjinonim sikur të jetonim në një qytet ku janë gjithë pejgamberët e Zotit, po të ishte edhe Musa alayhis salam, dhe me të shohnim se si do të ishte jeta e jonë me të. Një jetë plot mrekulli, edhe mund themi çuditëra. Për atë edhe kisha dashur sonte së bashku me ju të ndalemi në disa pika që quajmë stacione në jetën e Musait alayhis salam për ta kuptuar pastaj jetën e veçantë. Në fillim do ta kisha thënë se të gjithë këtë emision do ta robllaksonim Musai alayhis salam dhe kanuni i jetës. Pra Musai alayhis salam e bën ligjin e jetës. Thasë njëjtë si gjithë pejgamberët ka pasur gjithas provat e sfidat në jetën e tyre. Mirë po sfida më e madhe e Musait alayhis salam ishte faraoni, e cila si figurë është shumë herë e përsëritur në Kur'an. Mund të na tregoni për ëndrrën të cilën e pa dhe çfarë domethënie dhe kuptimi ka ëndra e tij?
Gjithçka fillon në Kur'an, kur flitet për Musa alayhis salam, po thuhet se gjithçka fillon me lindjen e tij, apo me fëmijërinë e Musa alayhis salam. Këtu është ajo bukuria e veçantë që Zoti fuqiplot si arrin që një nën e cila është aq e friksuar, Zoti t'i ja merr për një herë zemrën dhe t'i ja zbut dhe ta bën një vepër e cila është e pakuptueshme për jetën tonë. Allahu fuqiplot i thot Musait, nënës së Musait alayhis salam, këtë fëmijë merre, vendose në një sanduk nga druri dhe hudhe në lum. Paraprakisht i paraprit pra ëndra e faraonit, i cili mendja e tij thot se do të linë një djalosh, i cili do t'ja shkatroj imperatorin apo perandorin e tij, dhe i thonë të gjithë ata që ishin përreth njerëzit se do të linë pra një djalë dhe tani duhet çdo mashkull që do të linë duhet të vritet. Gjithë duhet të vriten, por i gjori nuk e din as pak se Zoti ka bërë një kanun tjetër. Kjo në jetën tonë na bie. Ne mendojmë diçka që është e dobishme për ne, por Allahu e ka caktuar diçka që është më e dobishme për ne. Faraoni mendoi se po t'i zhdukte të gjithë meshkujt, nuk do të kishte më asnjë mashkull, fëmijë i cili do të bënte ta mbyste atë apo t'i shkatronte perandorin, por që Zoti deshi, ai fëmijë i cili mbeti i gjallë dhe që shkoi përmes lumit mund të obori i faraonit dhe për një çast lindi një dashuri në sytë e gruas së tij dhe në sytë e faraonit. Tha, këtë djalin do ta marrin ne për fëmijë, ndoshta na bën dobi dhe na bën një jetë të lumtur. Ky faraon që deshte ta mbyste fëmijën mashkull, e arriti që atë ta rriste në prerjen e tij, ndërsa nuk e dinte se ai që po e rriste në prerjen e tij do të jetë nesër vrasësi i faraonit. Kjo është jeta e veçantë e jonë. Dhe këtu duhet ndalur, si Zoti në Kur'an na thot hudhe. Pra hudhe, çdo send që e ke në dorë është më pa e sigurt se sa në dorën e Zotit. Edhe Musa alayhis salam kur e pranoi shpalljen, i tha Zotit, çka e ke aty në dorë? Tha, e kam shkopin tim. Allah i tha, hudhe shkopin. Po pse ta hudh shkopin? Se tani e sheh se shkopi në duart e tuaja ka interes tjetër, por shkopi në dorën e Zotit ka një çudi tjetër. Dhe Musa derisa mbante shkopin në dorë ishte vetëm shkop, por Zoti kur e mori në dorë atë e bëri një xharr për të madh. Dhe pastaj Zoti i tha, tani merre nga dora ime. Dhe ai kur e mori nga dora e Zotit prap u shndrua në shkop. Këto janë bukuritë tona. Allahu fuqiplot i thot Musait, nënës së Musait alayhis salam, ne tani zemrën ta kapim. Ti vetëm hudhe. Nëna e gjor mendonte, po e hudha në lum fëmijën tim. Çka do të bëhet pastaj? Si do ta kthej? Shif Zoti fuqiplot çfarë thot. Dhe ky është thelbi i kanunit të jetës sonë. Zoti fuqiplot i tha, jo se vetëm do të ta kthej fëmijën, por do ta kthej edhe pejgamber. Edhe pejgamber. Dhe ajo ishte e bindur se po e hudha fëmijën, unë atë do ta gjej. Çudia tjetër është në këtë se nëna e Musait alayhis salam ishte shumë e varfër, mezi e ushqente veten, nuk ishte të hyra, por Zoti fuqiplot e bëri të ndryshme. Musa alayhis salam nuk bënte që asnjë nën t'i afroi afër për t'i dhënë gjy. Pra nuk merrte as çumësh prej asnjë nëne, derisa i than, është një grua që fëmijët thithin prej saj gjithmonë. Dhe kur erdhi nëna e Musait alayhis salam dhe ai filloi të merrte çumshin prej xhirit të saj, faraoni tha, prej sot do të jesh e angazhuar në pallatin tim. Pra një ditë ishte e varfër, ndërsa ditën tjetër u bë me pak pallati. Allahu fuqiplot na jep sekretin e jetës. Sado që të ndihemi se jemi të varfër, skamnor, të pamundur, dije se kanuni i jetës është që Zoti fuqiplot e bën atë mrekulli pa mos e ditur fare se nga vjen. Ky është nëna e Musait alayhis salam. Ky është lumi, ky është copa e drurit që e bart Musa alayhis salam. Dhe jeta na bën të habitemi. Na ndodhin në jetë këto gjëra neve? Jo një herë, na ndodhin me qindra herë për të arritur këtë mrekulli që e kemi para Allahut fuqiplot. Rrëfimi Musait alayhis salam, jeta e tij, veprat e tij, sikur na japin kanunin e jetës tonë. Musa alayhis salam është, po them, thelbi, bërthama e kanunit të jetës. Musa alayhis salam është ajka e kuptimit të jetës në këtë botë si duhet të jetë. Për shembull, në surën Kehf e kemi Musa alayhis salam me Khidrin. Këtë po e përmendi për këtë emision. Musa alayhis salam dhe Khidri. Musa alayhis salam udhton me anije dhe e dëmton pak anijen. Musa alayhis salam e shef duke u mbyt një djalosh
dhe prap bisedon apo bën zhurmë. Dhe e treta, Musa alayhis salam e shef një mur i cili është duke u shembur dhe pastaj e ngrisin. Ç'kuptojmë prej kësaj? Po e bëjmë mesazh për shikuesit ton. Dijeni vëllezër dhe motra, në jetë Allahu gjithmonë ka për të marrë vetëm pak, ndërsa Allahu ka për të dhënë shumë. Zoti deshi që anija që udhëtonte Musai me Khidrin të dëmtojë vetëm pak, ndërsa anija vazhdoi jetën. Në jetën e përditshme, sado që të kesh, Zoti ka premtuar se do të merr shumë pak prej teje, që e quajmë sprov. Sprova do të jetë minimal, Zoti do të dhejë maksimumin e të mirave. Jeta është gjithmonë kështu, ka qarje të shpirtit, ka qarje të trupit, ka sëmundje, ka sprova, në fëmijë, në pasuri, në jetë, në skamje, në varfëri, edhe në pasuri, gjithmonë do të ndodhin, po Zoti thot mos ke dert, do të marr vetëm pak prej teje, ndërsa atë që është shumë do ta lë, do të kënaqesh. Zoti e bëri që një fëmijë të vdiste. Po, Zoti fuqiplot e mori fëmijën. Prindërit as nuk e dinën se kush e vrau, si u mbyt dhe si ndroi jetë. Nuk e morën vesh tër jetën, po pas kësaj Zoti u çoi shumë fëmijë që e njohën edhe Zotin edhe pejgamberin. Dhe e treta ndërtoi një mur. Po Zoti tha, ani, ata u treguan koprac, mos e mendoni këtë, mos u likështoni, se nën murin ka një thesar i veçantë që të duhet ta ketë. Musa alayhis salam na jep një leksion shumë të rëndësishëm. Dhe kjo duhet të jetë për Ramazanin ton një ajk, apo them një bërtham, një mesazh shumë i veçantë. Musa alayhis salam takohet me vajzën e Shuaibit, pra një lumi, dhe i varfur, pra i lodhur, i raskapitur, i pangrën dhe i papir, dhe Musa alayhis salam tamam shtrihet dhe e bën lutjen, o Zot, për çfarëdo të mire un jam tani nevojtar. Kanoni i jetës. Gjithmonë Zotit shpreja mirësinë që ti e ke, që quhesh i varfur, se ti nuk e di cila e mirë të mungon. Ne shpesh mendojmë se të mirat i kemi boll, nuk kemi të mirë që na mungon, por jo, gjithmonë thuaj, o Zot, unë për të mirën tënde çfarë do që të jetë, unë kam nevojë. Dhe Musa alayhis salam i raskapitur, pra i pangrën dhe i stërmoqur në vendin ku ishte, pra i raskapitur tej mase, Musa alayhis salam pas se dy vajza nuk po bënin punën sikur që duhet, sepse ishin disa burra që u jepnin bagative ujë dhe ishte pra një gur që duhej zhvendosur. Musa alayhis salam pa pyetur se kush jeni, çfarë jeni, u ngrit dhe i ndihmoi vajzat për t'i dhënë bagative ujë. Dhe ato e falenderuan. Kaq ishte. Por ku qëndron kanoni i jetës në këtë moment? Po këto vajza ditëve të kaluara, sa herë kanë qenë me bagatit të lumi për të dhënë ujë, me qindra herë. Po pse askush nuk i ndihmoi? Pse erdhi Musa alayhis salam atë moment për ta bërë punën e mirë? Ky është kanoni i jetës. Sikur Zoti i tha, o Musa, këtë punë që e bëre sot, nuk ka mund ta bëj askush para teje dhe askush pas teje, sepse ti je aroma e së mirës. Kjo e mirë ty të priste kaq vite apo kaq shekuj apo kaq ditë. Ti duhet ta bësh këtë punë të mirë. Dhe këtu është ajka e jetës sonë. Një të mirë që e bëjmë ne, nuk është se e ka bërë dikush tjetër, por Zoti sikur na thot është merita e jote. Ti tani je i caktuar ta bësh këtë të mirë. Dhe Musa alayhis salam u bëri të mirën, u kthyi prapë në hije të pemës. As nuk i pyeti kush jeni, çfarë jeni, prej nga jeni, po vetëm u kthyi. Po pas kësaj i erdhi dhurata e veçantë. I tha njëra prej vajzave, po të thërret babai ynë për të shpërblyer. Prap kemi një ajk të jetës sonë, një listë të jetës sonë. Musa alayhis salam tha, po pranoj të martohem me kush që të punoj tek ti, pra 8 vite apo 10 vite. Por i tha Musa alayhis salam, unë në këtë punë do të jem amanet dhe do të më gjesh prej të mirëve. Shif, prej të mirëve, një mësim për sot. Nuk i tha Musa alayhis salam, unë e falem, unë e agjeroj, unë kam qenë në hax, unë e kam bërë këtë punë. Jo, do të më gjesh prej të mirëve. Pra kjo është begatia, esenca, burimi i jetës që duhet ne të ndryshojmë. Ramazani na ndryshon neve. Ramazani fillon efektin pas të mbaroj. Jo tani, nëse Ramazanit nuk i thua unë jam i mirë, Ramazani thot pastaj çka do ndodh me ty. Dhe sot kemi nevojë që botës t'i themi, jo të lavdrojmë para botës se ne falemi, jemi në xhami apo lexojmë Kur'an, bëjmë këtë. Bota ka nevojë për neve e salihun, njerëz të mirë. Ky është Musa alayhis salam.
Kjo është kanoni i jetës. Kanonin e jetës. Cilat pasi e dim që çdo pejgamber dhe shumica e tyre kanë pasur mugjizat apo mrekullitë e tyre, cila ishte mrekullia e Musait alayhis salam dhe çfarë mesazhi mund të na jepni nga kjo histori kaq e begatë në audiencës sonë dhe shikuesve tonë? Çka mund të përfitojmë? Musa alayhis salam është i veçantë. I veçantë është Musa alayhis salam. Vetëm po e përmendi para se të futën në mrekullit si e pranoi shpalljen Musa alayhis salam. Këtu kemi një mesazh edhe edukativ, po edhe një mesazh për shembull shpirtëror. Cila prej tyre është më e lartë, më e madhe, nuk mund ta imagjinojmë. Musa alayhis salam ndodhet me bashortën e tij në mal, në Turi Sina, atje, dhe për ta pranuar shpalljen, por ishte errësirë, pra ishte terr. Ata vazhdonin rrugën për në Egjipt, dhe për një herë gjatë rrugës, pra në errësirë, Musa alayhis salam shef një dritë, pra sikur zjarr, dhe i thot bashortës së tij, kuthu, rini, qëndro këtu, pra unë do të shkoj te rreziku. Shifini, këtu është esenca e jetës, kanoni. Gjithmonë është burri ai që merr rrezikun, jo gruaja, që është e kundërta sot. Bin 90% të burrave mund të themi se rrezikun i lën bashortës, dhe sa vetë duan të shpëtojnë. Jo, Musa alayhis salam thot, ai që është burr i vërtet, prindër, ai merr rrezikun. Bashorta duhet të jetë gjithmonë i sigurt. Musa alayhis salam shkon për të marrë një kandil për të ndriçuar rrugën. Para mendoni, ai shkon për të marrë zjarr dhe kthehet me pejgamberllëk. Sikur bashortja habitet, po ti ç'bëre? Shkove për të marrë zjarr dhe u kthye pejgamberllëk. Ky është kanoni i jetës. Gjithmonë kur e bëjmë një punë dhe mendojmë se a ta bëjmë, mos ta bëjmë, apo jemi në rrezik, Allahu fuqiplot na e kthen atë punë me plot begati. Musa alayhis salam në këtë na jep esencën, por paraprakisht i tha Allahu, zhvishi këpucët apo nallana që e kishte. Pse duhet zhveshur? Se je në tokën e shenjtë. Ne gjithmonë jemi në tokën e shenjtë. Ne tani jemi në prag të iftarit në tokë të shenjtë. Ne tani, Musa alayhis salam që është habitur, o Zot, do të ketë prej umetit Muhammed që do të flet me ty pa perde, po do të ketë. Ne tani jemi. Ne tani kërkojmë Allahut, qoftë edhe pejgamberi, qoftë edhe njohuri apo qoftë të tjerat. Jeta na jep gjithmonë kthesa të pa imagjinueshme, por janë të vërtet të sakta. Musa alayhis salam e hodhi shkopin, ai nuk e di se do të bëhet një gjarr për i madh, por u bë vërtet. Ishte mrekullia e tij, po ishte dora e tij, e cila shndriste, bënte dritë. Sikur ne sot ta kuptojmë në prag të iftarit, që të thot dora e bardhë që shndrit dritë. Sot bota ka nevojë ta shef një musliman që dora e tij është e pastër, dora e abdestuar që 5 herë në ditë, dorë që jep sadaka, dorë që përqafon, dorë që ndoshta e bën një punë të mirë. Musa alayhis salam para faraonit doli po me këto mrekulli mugjize. Në fillim kur Musa alayhis salam e hodh shkopin dhe magjistarët janë përrethit të gjithë, dhe ai bëhet për shembull gjarr për i vërtet dhe i ha të gjithë litarët që i kanë magjistarët, para kësaj faraoni i pyet magjistarët, njërin prej tyre, shko dhe shihe Musain, a është duke u friksuar apo është i qetë? Edhe kjo është kanoni i jetës. Ai që ka të vërtetën nuk friksohet. Kur i than faraoni se Musai është shumë stabil, i qëndrueshëm dhe nuk ka fare frikë, atëherë faraoni tha, dijeni se ky qen ka pejgamberi i vërtetë. Se ata që merren me magji kanë gjithmonë frikë. Ky nuk ka frikë, edhe nuk është magji. Dhe kur e hodhi gjarprin, shkopin dhe u bë gjarpër, dhe kur e bëri punën e tij, atëherë edhe faraoni e pa se ishte impostor. Për një moment, për një çast, thuhet se kanë qenë 60.000 magjistar, të gjithë ranë në sejdë. Të gjithë, Allahu na thotë, shif kanoni i jetës si është. Ti mendon se e keqja rron, është e pavërtet. E keqja është bërë e madhe, është e pavërtet. Të keqes i duhet vetëm disa minuta për të qëndruar poshtë dhe për ta thyer vetveten. Ku ne të jemi sot në atë skenë, ta shohmi atë magjistarën, ta shohmi dhe Musa alayhis salam i cili thotë, mos keni frikë, la takhaf, Zoti i tha, mos ke frikë, ti je me ne, vetëm hudhe ti. Edhe në jetë, gjërat bëri vetëm hudhi, i ka Allahu fuqiplot në dorën e tij. Ja ku jemi në Ramazan, cili prej nesh kur të mbaron Ramazani do të thotë e kujtoj një ditë. Nuk mundet, se Zoti tha, ma lëni mua Ramazanin, unë do ta bëj për ju sekond.
do të kalon pa i hetuar fare hiç. Ndoshta keni bërë vepra që nuk janë të mira, por megjithatë unë u bëj kabull të gjitha. Se jam Zot, jam mëshirues. Zoti e shikon rreshtin e fundit të Ramazanit, jo fillimin e Ramazanit. O gjinderuar, me të vërtetë Allah i shpërblef për këtë bashkëbisedim shumë të këndshëm dhe elaborimin e qartë mbi këtë pejgamber kaq të madh sikur Musa alayhis salam. Kështu përmbyllim këtë edicion të emisionit në prag të iftarit, ku misafir kishim hoxhën tonë të nderuar Sadush Efendi Tahiri. Deri në emisionin e radhës, mirëmbëlqje. Allahu u apranoft agjërimin dhe gjitha lutjet e juaja. Wassalamu alaikum.